Mirëmëngjes. Po si u bëm shumë më burr. U haruam. Pra. Është një miku im që thotë na ndau sistemi. Megjithatë, këta thonë që ka qenë strofulla vjetër. Thonë që ka qenë fundjavë kështu e të shkontrolluar fare. Unë kam qenë jashtë loje komplet, domethënë. Dje dola jashtë kontrollit. Ftoi Vatiço për drek. Prapa të tartë. Ka qenë më e rëndë situatë. Do ishte shumë e rëndë. Sa të hash një drek. Po. Jemi bërë ne më të ndjeshëm apo poshtohen këto, profesor? Poshtohen, si më thënë, në ciklete? Kam cikle këto. Ka momentet saktuare që unë isha dje në Dibër, për shembull. Edhe dohet mos e mbaja celularin, isha në natyrë. Po. Një shpellë sopatikës shumë e bukur. Shumë e bukur është. Edhe po ku i thash atij një moment saktuar atij kamarierit i thash, "Ma jep pak atë kodin se s'ka val aty. Më jep kodin e wireless." Sa futem unë, bomba, aksidenti, kjo, ajo, ishin gjitha bashkë, në vrasje, thash, o, zoti ma. Dhe ti marrim me radhë, dhe t'u japim, aq sa mund t'u japim ne, sepse në fund ditës ne nuk bëjmë dot interpretime, thellime, thjesht interesohemi si qytetarë që na shprish terezia, në një farë kuptimi. Ta fillojmë me atentatin, mediat thuhet pra që ishte një mënyrë ekzekutimi siç para 10 vitesh personin fjalë kishte ekzekutuar dikë tjetër. Pra këto janë të provura apo janë probabilitete? Shiko, ne do t'i besojmë institucionet. Pavarësisht sa I paragjykojmë gjykatat edhe hetimet e prokurorisë që ndodhin për ngjarje konkrete. Por ki parasysh që në disa zona ne kemi edhe një gjyq publik, që zhvillohet nga institucionet, edhe një gjyq privat, me pleqësi, e me zakone, e me doke, nuk e di nga shpikur se edhe kanuni nuk I ka ashtu, dhe është për turp që ti zbatoj kanuni kur kemi institucione, që ka një mënyrë tjetër se si të hetojnë, edhe se si të dënojnë. Këto janë edhe me nxitje pasaj të një rrethi shoqëror edhe farefisnor, të cilët thonë ky është, dhe nxitin pasaj që të nërmarrësh veprime ekstreme. Lezhë në përgjithësi si qark është në një zonë të kuqe, që është rilevuar këto vite, pra nuk ka qenë përpara, ka qenë Shkodra. Ne aktualisht në Lezhë kemi 306 familje të ngujuar në gjakmarrje dhe me probleme të një nivelit lartë të rreziku për të goditur. Mendoni pra se çfarë I duhet policisë shtetit të menaxhojë, të kontrollojë, e të mbajnë në vëzhgim për të mundur që këtë ngjarje mos ndodhi. Nuk di ta them këtë kush është arsye, po hetohet ndërkohë. E shëmtuar është që krahas objektivit vritet edhe një femër, vritet edhe bashkëshortja. 4 fëmijë mbeten jetim. Nuk është se kanë dashur, objektivi po të shikoni edhe makina, nuk është se kanë dashur, pra nuk ka qenë pjesë e rrjetës plumbave që janë goditur në makinë, por që sigurisht ka qenë në linjën e zjarit, në kuptimin anësor të makinës, kur është goditur dhe një armë e fuqishme si Kalashnikovi normalisht llogaritet që përveç objektivit do të godas edhe objekte dhe persona të tjerë nëse jenë vijën e zjarit. Kështu që ka qenë e pamundur për ta shpëtuar. Dhe kjo e ka bërë akoma dhe më të rëndë të ngjarje. Shpresoj që nëse është për motive gjakmarrje, policia do ta zbardhë shpejt, sepse normalisht ka dyshime aktualisht, kush mund të jetë. Kamerat janë të administruara, dëshmi të tjera ka, kështu që le ta lënë bëj punën e vet. Por që është shumë e vështirë të menaxhosh vetëm 306 familje, po tani shtohen radhët e personave të cilët edhe shënjestrohen, por edhe aktivizohen për të bërë ngjarje të tjera kriminale. Këto familjet e ngujuara janë të shpërndarë në gjithë qarkun? Në gjithë qarkun, po. Sepse kam përshtypjen që edhe nga mbiemri, do më burare që do më nuk bëhet fjalë për duhet jenë të ardhur në atë zonë. Me sa kam informacion nga dje, po. Po në fakt ne na ka ndodhur ngjarje të tjera shumë të rënda në Lezhë. S'po na ndodhin në Shkodër, s'po ndodhin në Mirdit më, s'po ndodhin në Laç që I kishin parashikuar. Pra sikur janë përmbledhur në një qytet, në një zonë më të ngushtë, pra kanë krijuar gravitet më të madh në Lezhë.
edhe ndërkohë që ca polica aty rinë merren me lëra fati, kupton, kapin në i lek, vjen keq ta them kështu. Situata aty kërkon një seriozitet shumë të madh nga ana e policisë shtetit dhe jo vetëm, edhe institucioneve tjera, që të menaxhohet gjithë këto konflikte që janë ende të ndezura dhe që priten ende viktima. Për fat keq. Më thënë që ky zinxhir ti thua vazhdon. Po. Jo vetëm për rastin konkret, por edhe për disa vatra të tjera shumë të nxehta që ka. Kam përshtypjen se është edhe shumë shpesh sistemi i drejtësisë, gjykatat që ushqejnë konfliktin, sepse qofse ka pas ngjarje më pashme dhe ti nuk i ke dënuar njerëzit, pastaj ata kanë jo domosdoshmërisht, po kanë vënë re vitet e fundit që gjykatat paragjykohen. Tmerrsisht shumë. Pra edhe atëherë kur japin vendimin bazuar në fakte dhe prova, në një interpretim që i afrohet shumë asaj që ne themi drejtësi të vërtetës, edhe atëherë thjesht inatet, mërit, mbartjet e mëdha për të mos gjetur autorin e vërtet, siç ishte rasti konkret që ai doli i pafajshëm dhe tani kush është autori, çojnë në një mohim, dhe anashkalim të gjithë rendit juridik dhe pastaj vazhdojnë me vetë gjyqësi bëjnë çfarë të duan. Këtë do të thoj. Po pra, pra edhe atëherë kur gjykata vendos drejt, po them, edhe atëherë ka gjithmonë një ndëshkim privat, papërgjithshëm, që arrin deri në ngjarje kaq të rënda kriminale. Ndërkohë, rrugët përgjaken edhe për arsye të tjera, pra nëse të kursen plumbi të ha diçka tjetër në rrugë, dhe këtu debati është i kahershëm dhe i përhershëm që faji i drejtuesve apo cilësia rrugëve, apo mungesa kontrollit, pra janë disa... Të gjitha bashkë. Celulari është armiku më i madh, për humbjen e vëmendjes në rrugë, celulari. I shikoj edhe me 130, 120 në autostrada, celulari këtu. Ja, nuk është vetvrasje. Vetvrasje, po ndërkohë është dhe vrasje për njerëz cilët i ke përpara, mund t'i ke shansor, i godet, i bën humb kontrollin dhe këto. Rrugët, disa për rrugëve ne i kemi ende problematike, duhet të stërcosh, të zhvendosësh, jo gropa, jo disniveli, jo kjo dhe normalisht. I kemi të shpenguar, sidomos të moshën e re, gara, i shikoja mbrëm Tiranë, se dita dielave, po t'i shikosh këto trupat policore fillojnë minimizohen, kanë dhe pushimin që shkojnë familje dhe këto. Janë disa akse urbane të brendshme, blidhen grupe të rinj, pinë i hashash, dhe pastaj fillojnë gara me motorat dhe makinë. Kjo është vërtet. Tani kishte familjar, kishte karoca, kishte me fëmijë, kishte njerëz që shëtisnin në disa prej këtyre akseve rrugore, të tromaksur çfarë po ndodh, se njëri të humbi me atë shpejtësi aq të lartë, njëri të humbi kontrollin, mund të bëjë dëm të jashtëzakonshëm në jetën dhe shëndetin e qytetarëve të pafajshëm. Tani kush merr masa për këtë? Dhe doja të bëj telefon për më thosha, "Ore, do vini në një shërbim vërtet këtu?" S'kishte shërbim fare Tiranë. Fare zero. Kam qenë dëshpimtar okular. Pra, të gjitha influencojnë këto. Dhe u bë mirë që u hoqën patrullat. Ajo masa e madhe rrugore që rinin. Pa dyshim, po. Por mbikëqyrja duhet të ekzistojë. Po mbikëqyrja, po ne kemi edhe ca probleme, sepse për shembull për cilësinë e rrugëve unë mendoj që pjesa më e madhe e rrugëve në Shqipëri është e cilësisë mirë, domethënë nuk mund të themi dot që por duhet të ecim me tabelat paralelisht e tjera. Ne kemi për shembull autostrada në cilat shpejtësia e limituar është 80 km edhe 60 km. Te rruga e Kombit gjen tabela me 60 km. Tabela nonsens. Me 80 km, 90 km rruga e Kombit. Domethënë kuptohet, ka kthesa edhe unë marr vesh që aty nuk mund të ecim dot me 130, por duhet në ripar. Kemi Thumanën, kjo rruga e re që është bërë. Ka disnivele. Ti përpara se të shkosh, domethënë nga autostrada Tiranë-Durrës, kur kthehesh për në Thumanë, ti deri 1 kilometër përpara tollit, pra që paguan parat, e ke 90 km/h. 1 kilometër përpara, ajo bëhet 130. Dhe ti pastaj duhet ndalosh se duhet paguash parat. Ky është kurth që të vjelësh gjoba, se s'ka sens. 1 kilometër përpara duhet jetë 90 dhe 130 duhet jetë përpara. Dhe ne themi këto dhe nuk lëviz njëri. Ndërkohë që tabelat ti ke vendos me golf dysh, se s'ka mundësi, janë të vjetra, janë të papërditësuara. Do të ecim pra paralelisht. Tani ne po fillojmë, ju e keni parë që gati në çdo 800 metra është vendos një kull me kamera,
duke filluar që nga Fieri, duke ardhur deri në Tiranë, mas edhe disa akse të tjera që fillon edhe kthej Tiranë-Elbasan. Ato do matin shpejtësinë, do bëjnë fotografimet, face recognition, jo mbase njohjen e fytyrës jo, por të targave po. Dhe nëse nuk të kapin dot në shpejtësi, kamera tjetër llogarit itinerarin që ke përshkruar sa shpejt ose sepse nga njëra kull në tjetrën ti mund të shpejtosh dhe pastaj frenon prapë. Kjo është ajo koeficienti i tutorial që e kanë bërë dhe italianët parët. Por problemi këtu nuk është vetëm. Po prapë kjo nuk e zgjidh asgjë. Jam vozicit. Kjo nuk e zgjidh situatën. Unë nuk kam vetëm radhën e shpejtësisë, kam radhën e vozicit. Ai që të ri këtu. Domethënë që të ri nga mbrapa. Vendes drita. Dhe të bezdis me drita e tjera. Me ndryshimet që pësoi kodi rrugor, ky fenomen ka që... Po si kap njëri më për si s'bën... Ka që përhapur... Po pra, kjo është. Si kap më njëri? Ky dënohet sot. Pra po ju afrove tjetrit nga brapa dhe të hapësh dritat si që kanë këta, të padurushmit, dënohesh. Por, le të vendosim kamera, kamerat makinë, edhe para dhe mbrapa. Për shembull, ke shumë vende evropiane që kompania e sigurimit vendos kamera në makinë, kur t'jep siguracionin. Pra edhe për aksidente, për to që ti provuar një shka. Dhe nëse do ketë kamera, mund t'ja shërbesh, t'ja thush policia urdhë çfarë ndodh. Ka disa faqe më pëlqejnë, disa faqe në rrjetet sociale për aksidentet, për mënyrën e papërgjegjshme si drejtohet ato mjeti në rrugë etj, që po ato duhet të jenë interaktive pra të përfshihin policinë e shtetit që t'i ndjeki si raste, identifikoj targat, vendosi gjoba, sepse zë t'i çojmë në burg këta, masa administrative ka. Problemi është mos ketë humbje jetë edhe dëmtime të rënda të shëndetit. Ne po flasim për disiplinim. Aktiviteti i automjeteve, transportit përgjithësi është me rrezik të shtuar quhet. Pra gjithmonë dihet, pra parashikohet rreziku. Pa hajta minimizojmë drejtëmore. Po që do masat përgjithshme, nuk është ngelet vetëm ke policia kjo. Jo, ma absolutisht jo, do më thëmë, por... Fillon tani dhe mbaron diku në shtator, cikli i lartë i aksidenteve dhe humbje të jetës. Po, pra se do vinë tani kemi problem. Dhe pastaj fillon viti ri, festat e nëndorit, viti ri deri në janar. Po, sepse do vinë emigrante, do vinë turistat, pushusit... Po. Do ketë shumë si vjetë edhe... Sidomos, unë se di, jo turistat, po emigrantët që ne na vinë nga jashtë, bëjnë aksidentet frikshme. Pra si duket aty janë shumë të disiplinuar me shpejtësit, vinë këtu, kanë marrë vesh tani që s'ka as policë në rrugë. Ama ka drona, po jo? Po ka dronë, do ketë vëzhgime, po nuk është ajo hija që është... Kanë shumë punë për bërë. Që ajo praktika që ja bërë me drita njëri tjetrit, kujdes e ke policin, këpësu që bëjmë nga njërë, ne? Dhe tani do shtojnë shpejtësit. Kanë shumë punë për të bërë në pak ditë. Po, një thash një migranti nga Greqia, o e pse që ka shpejt tumë, provohë ecë në Greqi këshuti. Kupton, nuk e di, lirohen fare këtu. Në Greqi ka vetëm rrugën shtëpi punë shtëpi, ndërsa këtu do bëj shumë qoka, kalon nga festa në festë, pra është edhe ngarkuar me alkool, ka dhe një gjë tjetër, do flasi dhe me Greqin në telefon në rrugë. Po pra, shpejtësinë e kanë adrenalin. Mi ba adrenalinë është, po t'ikin të merë me Formula 1, ta që të themin e të më thëmë. është, se unë shof shumë makinat shtrenjta, djem edhe vajza, po përthem djem të rinjë të cilët janë 19-20 vjeç, që kanë 150.000 euro, 200.000 euro makina. Nise, ajo pastaj është çështje tjetër. Dhe ata janë një djalë i ri që ka këtë lloj pasurie, domethënë që nuk e çmon fare, se mendon edhe që i takon, domethënë. Ai është zoti i rrugës, ai jep pastaj domethënë edhe fillojmë i qajmë. Kapitull tjetër ai pastaj. Jo, po është ai kapitull që profesor kishim ndoshta një vit apo më shumë që s'kishim dëgjuar për alarm për bombë në ndonjë institucion, në ndonjë vend. Çfarë kanë lidhje këto me njëri tjetrin? Shiko, Ballkani ka vuajtur shumë vitet e fundit nga ajo që kemi ne informacion në lidhje me alarmet e reme për bombë, duke filluar që nga Serbia, Malizi, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe së fundi ne. Ne më pak. Tipologjitë e këtyre vendeve janë që alarmet për shembull në Kosovë janë të përafërta me tonat së fundi. Pra janë për qendra tregtare më së shumti. Po pse? Në Bosnjë dhe në Serbi janë alarme në për shkolla më shumë. Edhe në institucione, siç e ka dhe Maqedonia, në institucione publike. Kam përshtypjen, edhe kam një informacion nga dje që policia po ndjek një IP të vetme e cila ka dërguar 2 emaile. Email, po.
pra një IP, pra një origin nga është dërguar ky email, në 2 prej mund të them posteve, mund të them zyrave që merren me aspektet sigurisë të këtyre qendrave, qoftë mund t'i përmendim me emra apo jo, qoftë qendrës Toptani tregtare, qoftë QTU-s. Tani të thuash luftë tregtare jo, sepse këto 2 qendra kanë pronar të ndryshëm. Pra nuk mundet dot, pra po të ishte njëti pronar, mund të thoje, ore, si duket do të jenë qepur këti dhe hajde po i prishim punë. Jo, nuk janë 2 pronar të ndryshëm, ata kanë shtuar ndërkohë, me sa kam dëgjuar, elementë të sigurisë të tyre private, ndërkohë që policia nuk ka gjetur absolutisht asnjë ordinator që mund të përbënte rrezik. Janë në kuadër dhe në vazhdën e grupeve të caktuara të cilët duan të shkaktojnë panik në popullat, duan të prishin sidomos ato trendin e fundjavës që njerëzit shkojnë në këto qendra tregtare. Ka dhe raste të tjera të cilat nuk thuhen, pra nuk deklarohen, nuk bëhen publike, s'duan të krijojnë panik. Edhe njoftimi që ka pas ambasada amerikane për sulmet të mundshme të iranianëve në Shqipëri nuk është pa bazë, por nuk duhet të krijojë panik absolutisht. Ne jemi në shenjesër të këtij vendi, apo edhe për shkak të kampit Ashraf 3 në Mans, kanë dashur të bëjnë edhe së fundi tentativa për që të ngjajnë si aksidentale, jo sulme të mirëfillta terroriste, në qendra edhe në struktura turistike brenda Tiranës, se kanë arritur dot. Pastaj kanë çuar emaile që e marrim ne përsipër diçka që dështoj, po kjo pastaj është e kaluar edhe. Megjithatë alerti është i lartë. Pra alerti është në nivele të larta pra gatishmëria është më e madhe e policisë shtetit, e forcave të antiterrorit etj. Nuk duhet të marrë rutinë që hajde ka një alarm për bombë tani kod, të mos se ka një gjë se jemi mësuar, jo, çdo njoftim do të vlerësohet me seriozitet rast pas rasti. Profesor, po thoja që në telefonat tanë në fundjavë vinin në fakt, ishin 3-4 mesazhe që duhet të paguani gjobat. Vjen dhe një link dhe thuaj që nëpërmjet këtij linku të vitin të gjitha të dhënat, llogarit bankare. Po, para një muaj mos gaboj kemi pas me postën. Po. Ç'na ndodhi me postën shqiptare, erdhën një 2-3 kinez me ato pajisjet e tyre, janë shëtitës, hakerus shëtitës që quhen. Lëshuan këto mesazhet në një grup numrash që ata edhe i blenë, edhe i sigurojnë një mënyrë ose një tjetër, dhe kush ra, pastaj pre kësaj ra. Kush nuk ra, ata ikën ndërkohë, u zhvendosën. Ishte vështirë pastaj për policinë e shtetit, departamentin e policisë, atë të mbrojtjes kibernetike, që t'i ndiqte dhe t'i arrestonte, pra t'i ndalonte këta njerëz. Por këto janë masive. Shikoni, sapo unë ndroj kartën, kam një numër amerikan kur hyn në Shtetet e Bashkuara, për shkak familjarët e mi jetojnë aty. Fillojnë më vinë nga 10 telefona, 20 telefonata, ai që kush ka vajtur e ka provuar me numër amerikan, që thotë scam likely. Pra që përgatitu që kjo mund të jetë një telefonat për të zhvatur. FBI-ja ka ngritur duart me këtë, domethënë është dorëzuar dhe i ka bërë thirrje qytetarëve tani, shikoni, merrni masa vet. Bëuni të kujdesshëm vet. Nuk do t'i themi ne për çdo gjë, nuk ndjekim dot çdo gjë, sepse është shumë masive kjo gjë. Pra njerëzit ka një treg që do t'i përshkoj shumë lehtë. Pra nuk i lihet ta hap, mos ta hap të link, do të bësh ca verifikime para se ta hapësh. Se ne kemi kush ta sjell një link, ta hapim ta bëjmë. Tani ato linke që hap ti dhe të përgjojnë institucionet janë linke tjera, janë më serioze, nuk ngjajnë kaq të thjeshta, po këto që i kanë hakerset është se tham një gjysmë sekreti kështu, ha. Që hapon në linka si? Si? Cilat ishin linqet që ato që ta infektojnë me autorizim gjykatës celularin. Mund vetëm në link që më infekton celularin është ta Tinderit. Po nga kjo të kohë të pyesim ne për këtë, domosdoshmë. Jo, biles po e dëgjoja, thash çka ndodh me gjyqtarët tani, me gjyqtarët që merremi ne. Po pastaj më thanë që jo, ja me ta sport. Sport. Ndërkohë, jetojmë një kohë ku janë përzirë kaq shumë lajme të jashtme me të brendshme, sa që na duken sigur kemi aty Trumpin aty, Iranin, këtë matan, qendra tregtare.
Si ishte, vazhdon kur I duhet Trumpit dhe s'ka rrugë tjetër, I skenon nga këto gjëra, dhe më thënë... Ja, ishte serioze. Se ti mendon, jo, po ka të drejt kolegu, për një arsye tjetër, sepse në dje, në Amerikë është bërë nami, sepse gjithë thonin është komplot, dhe ata që e udhëheqin këtë teori, janë njerëz të magës, po që janë të mërzitur me Trumpin. Ata të cilët mendojnë që Trumpi po... Po mirë, le ta fillojmë nga veshje, ti mendon që atë e ka prekur plumbin vesh? Prap? Para, jo, atëhere. Se nuk e kemi sqaruar më duket. Ja, ma shikoni, presidenti Trump... Ishte... Se e thotë, unë s'ka frikë më nga plumbat. Ju ka infektuar cako dhe ju më dëvër. Jo, ne po e presidenti Trump nuk është njeriu më... Se ja them dhe studentëve këtë, kujdes me cako, ndroni kanal kur ta shikoni. Jo, ne nuk... Ja, tani mos I dëgjojmë të konspirative tani. Jo, nuk është çështje, shiko, është tjetër gjë të thuash toka është e sheshtë dhe ka trena... Falë, se përmendëm, po e kam mik, po e kritikoj gjithmonë, se e te I kalon atë... Unë nuk besoj që ati ka rënë plumbin vesh. Unë nuk besoj, vetëm ka thjesht ka rënë plumbin në vesh, ati mund t'i blinte edhe në trurin e vogël, ishte thjesht një kthesë e momentit. Jo, mua më duket salës domatesh ajo. Më fal. Ajo qitje në atë distancë nuk mund të jetë kurrë improvisuar vetëm për të kapur vesh. Është e pamundur. Jo, pra ajo nuk ka pas plumb në vesh. Edhe kjo që ka ndodhur. Pra ai e kishte planifikuar, mori trenin nga Kalifornia, vajti në Chicago, ndroi trenin, gjoja për të humbur gjurmët, vajti në Washington. Padi ke I njëti hotel ku u godit Reagani para 60 vitesh, 50 vitesh, mori dhomë, aty kishte pushë sportive, kishte pistolet, kishte edhe thika, 5-6 thika. Po që do në këto se di. Mirë pra që nuk ishte mirë... Nuk e di profesion. Ai ishte I diplomuar inxhinier, më ishte në Caltech, ishte një problem që po analizohet, kjo është problemi I madh, që hyrja në për urat e sigurisë për gazetarët që njihen, të thuar sot për shembull, për gazetarë që I njohim edhe janë publik, që së mundi kontrollosh ata. I thua, hajde, kalo. Ata thamë, pse s'kishte element sigurie? Po sepse ishin njerëz VIP, nuk mundi kontrollosh të gjithë. Dhe ishte rrethi I tretë I kontrollit. Pra, rrethet e mbrojtjes që quhen, të mbrojtjes specialiteteve, VIP. Rrethi I tretë ishin urat e sigurisë. Aty ai u fut me vrap për të vajtur tek rrethi I dytë, ku që janë dyert e sallave. Nga të dyja krahët pati kryqëzim zjarri. Edhe ky goditi një oficer të shërbimeve sekrete amerikane dhe ata e kundërpërgjigjen, por nuk e qelluan për ta vrarë. Ky ushtrim me njërin tokë sepse e pa që ishte përpara 10 tytave të pistoletave dhe të armëve tjera të rënda. Tani që të kaloje rrethin e dytë, do shkoje ke rrethi I parë që ishte rrethi mbrojtjes të afërt presidentit të Shtetet e Bashkuara, pra ishte shumë larg. Megjithatë ishte serioze sepse vetëm 2 herë White House Correspondent Dinner Association, sepse është shoqata ajo, pra gazetarët, vetëm këtu është problem kjo, me zi mbledh gazetarët, po aty mblidhen dhe janë vetëm trupa e gazetarëve që janë korespondent të Shtëpisë Bardhë. Ata aty thirrën edhe senator, gjithë pothuajse gjithë sekretarët e kabinetit dhe bëhet një event I madh dhe vetëm 2 herë në 41-shin kur filloi lufta, dytë botërore, dhe në 2020-ën kur shpërtheu Covid-i. Në këto 2 raste nuk është bërë. Gjetët Trump ka premtuar presidenti që do të do kemi një datë tjetër për ta bërë. Do ta bëjmë këtë dhe justifikoi dhe atë ballroomin e famshëm, atë aneksin, atë sallën. Mezi po bëhet ajo. Po ta kishin bërë këtu tha. E kanë nuk do kishte qelluar. I ka dalë kundër, por po pra mezi po realizohet se ka probleme. Ai ishte tipi më I madh, ishte njëri që vazhdonte hate. E mirë. Njëri që vazhdonte hante dhe një gazetare që mori 2 shishe të verës, I futin çantë dhe iku. Po mirë më tani ka. Shikon, në fund ditës ato e ditë gjitha që nuk e gjen gjë presidentin, tash kështu e verën. Ta kemi edhe kujtim. Megjithatë reagimi ishte I mirë. Ajo që bëri përshtypje është pse morën G.D. Vancein përpara Trumpit. Jo, I morën njëkohësisht edhe do më thënë skenari I evakuimit është që presidenti me zvëndës nuk dalin asnjëherë nga I njëjtë korridor. Tu marrin G.D. Vancein, pastaj shkojnë marrin Trumpin. Por ajo ka ndodhur në punë sekondash, varet se si janë grupet të organizuar. Është edhe me mosh, koleg, me mosh, se Trumpi do më thënë... Po pati një vonesë, sepse unë prisat kishte më shumë grumbull të madh, pra mur njerëzor përpara presidentit Trump, se sa pash. Pash vetëm një oficer shërbime sekrete përpara, dhe pastaj 2 që e morën, dhe ju penguar ra, dhe pastaj e çuan,
vazhdoj, u bë një, pastaj erdhën 2 policë SWAT që kaluan përpara bankinës aty dhe pastaj erdhën ata që janë për jetën në zjarrit të rënd që quhet, të veshur me jeshile, që ata mbajnë me zjarr gjithë sulmin, mundësi që të ketë t'i linë kohë për evakuim. Të tjerë nuk parë, sepse të gjithë këtu patin edhe një kaos të madh ose edhe si janë shumë trajnuar, na ka ndodhur kjo edhe në rastin e veshit. Kur gjenin do të as klofin për të vënë pistoletën, e kanë shprehur vetë ata që kemi probleme me trajnimin e stafit, me numrin që kërkohet, numri i lartë shumë, që të gjithë vrapuan për të neutralizuar personin. Por ndërkohë haruan që në sallë ishte presidenti akoma i pa evakuar dhe pati vonesë për këtë. Megjithatë u bë një kështu kombinim i mirë me këta policistë. Po pa dyshime se tani dhe e dëgjuan dhe thanë ore mund të jenë këto të muzikës. Disa nga këta thanë nuk është armë zjarri. Pra ishin të çoroditur çfarë është konkretisht, çfarë po ndodh. Në pikpamjen politike, mendimi yt, këto atentate ngren pikë për presidentin, se ka nevojë për pikë. Është dënuar me vdekje nga Ayatollahu, ai që vdiq. Pra ka nxjerrë një fatva dhe është dënuar me vdekje. Dhe ka tentativa mas tentativa është për ta vrarë. Pra është nga njerëzit që ruhet më shumë. Në rastin konkret, presidenti Trump tha që ky është ujk i vetmuar. Ky një ujk i vetmuar, nuk di çfarë ideologji e ka, thanë që është ideologji antikristiane, etj. Megjithatë, pra risku është shumë i lartë, dhe mos tani që kemi një konflikt ballazi edhe që ende do vijoj, për fat keq. Do vijoj thua? Po do vijoj. Do ketë luftë prapë. Nuk e zinë do ndrysh. Nuk e zinë do ndrysh. Të martën duket avt mërkurën është skadon ky ultimatumi. Pa, edhe ata janë shumë nacionalisht, shumë kryenec, shumë kokfort, nuk ulin hundën fare, absolutisht, nuk i nështrohen kërkesave të SBA-s për ndërprerjen e pasurimit, edhe të krijimit një bombe bërthamore, pastaj Hormuzi është bërë një tjetër nyje gordiane, kështu që hajde tani ta diskutojmë. Kujtove Cezarianën çfarë? Ti je doktor, duhet ta dish. Apo e kalove kështu që mos... Jo, e kaluam sepse e kemi bërë këtë program... S'ka të bëjë me Jul Cezarin, ka të bëjë me prerjen. S'ka lidhe me... Nga që su shprej mjeku, duhet shprej mund që kam bërë mjekësi ligjore. Pa tjetër. Madje mund të thosh dhe se si qepet plaga, apo desh, si e qep. Jo, janë 3 shtresa që qepen, ti e di pëse. S'është një. Ndërkohë, po të hapim i qika të si më thënë, në gjeografinë e luftës. Është vërtet që Kina është përfituesja kryesore, domethënë, e këtij konflikti? Edhe Rusia. Për shkak të gazit. Kina po ashtu. Rusia dhe Irani kanë shkëmbime të ndryshme sa herë që duhet. Kina po thyen, Rusia po thyen embargon dhe me këto, me flotën hije. Në Kaspik, për shembull, që nuk kontrollohet, që ka një komunikim ato në detin Kaspik. Flota hije është shumë interesante që po në ndodhë, dhe po ndodhë në gjithë Evropën, që individ që paguen nga Rusia blenë mjetë lundruse të vjetra, i marrin, i regjistrojnë në regjistrat detar, i reaktivizojnë dhe bëhen pjesë e flotës hije të Rusisë. Dhe fillojnë marrin detyra dhe paguen shumë mirë për të bërë transporte nga më ndryshme, qoftë armë, qoftë edhe tjera, për çfarë do lloj nevojesh që ka Rusia. Dhe ka dyshimin që mund të ketë edhe shqiptarët përfshirë në këtë flotë, sepse është një flotë që ka përfitime shumë të mëdha. Në shqiptarët njerëz punëtor jemi, edhe kur del. Jo, ka shqiptar, ka malazez, ka serb, pra gjithë Ballkani është i joshur nga flota hije. Edhe është në ndjekje. Pra nga të gjitha vendet evropiane dhe ato të Ballkanit perëndimor janë në ndjekje që kush janë këta persona që janë përfshirë në këtë lloj aktiviteti. Është një aktivitet i ri, hibrid. Pra edhe për qëllime tregtare të paligjshme të përfitimit, por edhe për ato të një interesit një vendi që na ka shpallur vendi jo mik. U bën e kohë pa ardhur. Gabim ke bë. U bëra vend kohë, ky është vendi im i parë ku jam ulur. Jo, po mirë, unë pra e evokoj si një nostalgji. Na kishte marrë malli. A bëra mirë, a bëra keq që ula për herë të parë. Mirë ke bë. Se pastaj s'di si vajti kjo punë, po që unë ta thashë ditë kur ule për herë të parë. Mbasi mbaroi televizor, thash çfarë punë po që si këto filmat
në Rambon që ikën mbaron luftat edhe pastaj ku kthehet prapë ke shtëpia e vjetër që ka qenë fillimisht. Po. Edhe thot erdha, unë thot ka mbaruar sa luftra, erdha t'ju takoj. Nëse. Profesor, të falenderojmë shumë. Falenderoj edhe unë. Dhe të takohemi, se do takohemi patjetër. Përpara, por i bëj një thirrje gjithë qytetarëve, si misionar publik që janë për sigurinë e këtij vendi, do ta kemi të gjithë parasysh, që edhe një çantë të shikojnë, edhe një objekt të dyshim të shikojnë, mos rrinë kështu me indiferencë etj. Situatat nuk janë aq normale, jo vetëm në Shqipëri, por kudo. Një telefon mund ta bëjnë, edhe t'jeni çik më shumë vigjilent, i çik më shumë kujdesshëm. Marrësh. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit profesor, jemi pritur në këtë studio sa herë të dëshirosh. Patjetër, do ta merr në konsideratë dhe do vi më shpesh.